bashkë me djalin e tij Andinin dhe motrën Mirvetën, kolegë nga Qeveria e Republikës, Komunat e Kosovës dhe deputet të kuvendit, por edhe aktivist e zyrtar shtetëror. Jemi këtu në Krusht Madhe të shtëpia muze për të bërë nderim veprës dhe jetës së profesor Ukshin Hotit Basesuk, i cili sot me 17 qershor do të kremtonte ditëlindjen, por fati i tij ngelet i pasbardhur pas rrëmbimit që ju bë, pas lirimit nga burgu i Dubravës gjatë bombardimeve të NATO-s. Ukshin Hoti është një figurë dhe mendje e papërsëritshme. Aqë thellë për nga mençuria dhe aqë gjerë për nga dija dhe aqë lartë për nga idet, sa që ne kemi obligim t'ja kujtojmë e përkujtojmë vetes tonë tekstet e tij, në mënyrë që të ngritemi në nivel të detyrës kombëtare historike për të ecur përpara për Republikën e Kosovës dhe kombin shqiptar në përgjithësi. Kërkojmë drejtësi për Ukshin Hotin, por mbi të gjitha e para së gjithash kërkojmë që faktorët ndërkombëtar të bëjnë trysni mbi Beogradin zyrtar, që të hapen atje arkivat e gjenocidit të forcave serbe në Kosovë, dhe në këtë mënyrë edhe për profesor Ukshin Hotin, edhe për rreth 1600 të tjerë të ndriçohet fati dhe të vihet në vend drejtësia. Lavdi jetës dhe veprës së Ukshin Hotit dhe të gjithë dëshmorëve martirëve të kombit shqiptar.